Atëherë, nëse do të thonim dhunë nga forcat e sigurisë dhe jo proporcionale, jemi në një vend ku pak metra më tutje në këtë shtet proporcionaliteti shkonte deri në fatalitet, ku njerëz pafajshëm janë vrarë për shkak se protestonin dhe ende sot nuk është bërë drejtësi për ata njerëz dhe familjarët e tyre. Kështu që ne duhet jemi shumë të arsyeshëm në atë çfarë pretendojmë. Faktet janë të administruara dhe nga ju si media, ku jo vetëm punonësit e policisë janë dëmtuar për shkak se kanë qenë duke bërë detyrën për garantimin e sigurisë. Kjo shumë e nevojshme edhe për vetë protestuesit në ushtrimin e drejtës tyre paqësore, por sigurisht duhet ndajmë mes atyre që ushtrojnë një drejtë kushtetuese për të reaguar në mënyrë paqësore dhe dikujt tjetër të pakt, të cilët janë dokumentuar, janë procesuar dhe ndjekur penalisht nga policia e shtetit dhe prokuroria. Kemi patur dhe masa të konfirmuara dhe nga gjykata, bazuar në gjithë evidencat, përfshi dhe ato materiale audio, video të ofruara dhe nga mediat, ku për fat keq ka patur jo vetëm punonjës policie të goditur, por ka patur edhe punonjës të medias, gazetar, kolegë tuaj, operator, të cilët janë intimiduar, janë sulmuar, konfrontuar nga protestues të dhunshëm. Dhe kjo është fakt. Kjo është fakt publik, e kanë parë të gjithë. Prandaj unë mendoj që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë shtetit përgjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qosht, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shembullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestues të caktuar. Do të vijojnë kështu, policia e shtetit është aty për të zbatuar ligjin dhe për të garantuar sigurinë, përfshi edhe për protestuesit të cilët në drejtën e tyre duan të dalin të protestojnë paqësisht. Por patjetër nga ana tjetër, ato kanë edhe gjithashtu detyrimin të procedojnë çdo kënd që shkel ligjin për agjendat caktuara.